Miq Prizmus, dje ishte një ditë e mbushur me ngjarje. Dhe ngjarjet kishin të bënin me Ajetolla Khomeinin edhe Ajetolla Berishën. Tash pse këti po ja qes këtë. Ai është zakoni i Berishës, është ky në fakt ty vej nga i noftë gjithë. Edhe sigurisht na kam mësuar gjithë tash që t'i vejmë nofka të tillë, nofk më të bukur për Berishën si Ajetolla Berisha nuk ka. Në të vërtetë, dje u bë një nga sulmet më spektakolare, si nga Izraeli është edhe Bashkuar e Amerikës, mbi Iranin, dhe ajo që ishte spektakolare, kryevepra spektakolare, ishte vrasja në shtëpinë bunker të tij të një prej atyre që quhen lider teokratik, një tiranokrat si Ajetolla Khamenei. Ajetolla Khamenei është njeriu i Iranit kthyer në një shtet burg, një shtet i cili ka vrarë brenda një jave, kohët e fundit, mbi 30.000 njerëz, represiv, mbytur lirinë e një populli fantastik, siç është populli iranian, populli i ditur, popull përkrahas i jashtëzakonshëm i kulturës, popull me një trashëgimi fantastike të vjetër, që sigurisht që me revolucionin e dikurshëm të Ajetollave, me largimin e shahëve, me një komplot të madh ndërkombëtar që u bën atë kohë, kthimin e Ajetollave Khameneit në atë kohë, Ajetolla Khomeinit, u kthye mbrapsht në atë që quhet rrotë historise, e kthyen mbrapsht duke izoluar dhe duke e shitur këtë sigurisht dëshira e madhe e shumicës popullit, që në të vërtetë tani nuk ekziston më. Është një vend i cili sigurisht që ka represionin më të madh religionar, ka ngritur një garë terroriste e cila vret vazhdimisht. Ka nisur disa lufta, i ka humbur, mos ta harrojmë luftat me Irakun e me pjesën e Golfit atje. Sigurisht që të gjitha historitë e jashtëzakonshme normalisht ka krijuar edhe marrëzinë, domethënë e çuditshme, të jashtëzakonshme të luftrave dhe represionit, por për më tepër është një diktaturë e cila është haptas e shfaqur. Do thoni ju, po Amerika, kërkesat, jo nafta, të gjitha këto ekzistojnë. Edhe të gjitha mund të jenë edhe padrejtësi, por nuk ka padrejtësi më të madhe se sa të vrasësh popullin tënd. Dakor, të gjitha ato kanale që bëjnë sikur i janë mërzitur Izraelit ose bie fjala Shtetet Bashkuara të Amerikës, nëse janë vrarë njerëz nga bombardimet, janë shumë herë më pak se sa ato që ka vrarë vetë ky far Ajetollahu. Në këtë pikë, as që më vjen keq që një person i tillë ka shkuar në ferr, sepse sigurisht atje mund ta konsiderojnë, ju ngjajnë ato figurave të dikurshme kene ku shkunin flokët e qanin për shokun e verë, dhe në Iran sot gjithfar idiotësh qajnë në lurin për këtë, sepse sigurisht që ju ka krijuar një pjesë e njerëzve aty benefice të jashtëzakonshme. Po këto benefice janë në kundërshtim me edhe në ushtrim presionit haptas gjatë shumicës edhe gjatë kohës, për gjatë gjithë kohës që sigurisht kanë studuar njerëz të tillë. Ato ndryshojnë Irani, nuk e di, ato ndryshojnë, ata e kanë kam sistemin akoma. Është kthyer në martir të famshëm, një plak i marr i rrjedhur si ai, dhe sigurisht aty është e vështirë që të punosh, sepse është një sistem për të hedhur në tokë. Bombardimet kishin rëndësinë e tyre, sepse normalisht ju treguan që sa herë të duam ju të shkonin në botën tjetër, si terroristë dhe vendit tuaj që jeni, kuptohet, po edhe terroristë në për botë. Irani është organizuesi i gjithë terroristëve atje, në linjën e largët, e linjën e mesme dhe njëkohësisht edhe në Evropë. Pagesat e tij dhe
ndërhyrjet e tij janë kudo në Gjirin Persik, kudo në lindjen e largët, në lindjen e mesme, lindje kudo ku ka ekstremistë islamik, janë edhe parat edhe thojt e regjimit teokratik. Tiranokracia më e madhe në botë sot është Irani. Dhe tiranokraci teologjike, e jashtëzakonshme për tu shpërthyer. Ky ka zënë një popull, një popull prej 82-83 milion banorësh që është Irani sot. Kurse në Tiranë, Sali Berisha sigurisht diqte kazanat, bënte një nga marrëzirat më të mëdha të demonstrimeve të forcës së tij, të cilën e përmbysi në fundin të mendimit logjik me sulmin që i bëri në vilën 31 ose vilën e Enver Hoxhës. Ju kujtohesh, është ai vend ku ky ka hyrë për të bërë qef me fëmijët e Enver Hoxhës, Sokolin dhe Lilianën, dhe ku e ka ftuar në xhamia bashkë me Enverin për të qenë pjesë e gëzimit politik të tyre. Atë vilë tash, ky e sulmon me zjarr duke pasur njerëz brenda atje. Imagjino çfarë i degraduar i mendor edhe bot kuptimor, ideologjik, tiranokratik, edhe ky njësoj si Ayatollah Khomeini. Normalisht i mungon mjekra, por në mentalitet janë pothuaj njësoj. Ky ka një kusht, nuk është në Iran, është në Evropë, dhe në Evropë nuk mund të bëj, por ky ka bërë sa ka mundur si një tiranokratik i tillë, ka vrarë në bulevard, ka hedhur nerë fshatra, ka hedhur nerë shtetin 97, nuk ka lënë gjë pa bërë. Edhe tash gjuan vilën 31 dhe e justifikon se kishin njoftime na gënyen të infiltruarit se aty është Edi Rama. Domethënë pranon vetë që ai mund ta vrasë Edi Ramën. Dhe e bukurave është se të gjithë prokurorit, cilët i ngjajnë Sali Berishës, prokuroria në Shqipëri dhe prokurorët në Shqipëri, nuk mund të them të gjithë, shumica i ngjajnë Sali Berishës, janë pot me të njëjtin folklorizëm origjinar, shumica e tyre janë nga periferitë dhe humtirat e Shqipërisë. Po ashtu dhe një pjesë e madhe gjyqtarëve. Dhe sigurisht Zeni bashkë me Gjinxhonat e kompani, që janë kthyer, si më thanë, në setën satanike që mbajnë peng sot edhe familjen Berisha, cilët presin që të derdhi gjak Shqipëria për hatër tyre. Sali Berisha bën kështu sepse sigurisht e toleron edhe Partia Socialiste dhe sidomos Edi Rama. Edi Rama tash e ka tepruar, e ka mbushur kupën e këtij vend. Tash është bërë për t'u larguar. Dhe arsyeja që po i them është jo vetëm ajo që akuzohet, korrupsioni dhe këto nuk diskutohet, po këtë e ka pasur edhe Sali Berisha. Bile Sali Berisha është vrasës. Edi Rama duhet largohet tash sepse ai sigurisht shfrytëzon Sali Berishën për të qëndruar në pushtet. Shfrytëzon një kriminal, një Ayatollah shqiptar, Ayatollah Berisha, kështu është ai, i cili nuk ka kushtet e Iranit se i kishte bërë në Shqipëri akoma më keq se në Iran. Dhe pikërisht këtë shfrytëzon pluralizmi shqiptar, këtë shfrytëzon Edi Rama për të qëndruar në pushtet. Kjo është një nga fatkeqësitë më të mëdha që ka kapluar këtë vend, që e ka kthyer në një model të shëmtuar demokracie të pakuptim, të jashtëzakonshme përsa i përket raportit që ka jo vetëm me demokracinë, jo vetëm nuk e di si ta shpjegoj tash, jo vetëm me demokracinë në përgjithësi, po që ka edhe me njerëzillekun. Nuk ka asnjë lloj njerëzillekut ky vend. Është bërë vend arrogant edhe i shëmtuar në saj të mësimet Sali Berishës edhe përfitimit të Edi Ramës pikërisht mbi këto mësime. Është bërë një vend që shan fyen, shpifjen e ka bërë ndërgjegjen më të madhe edhe kualitetin më të madh të tij në saj Sali Berishës dhe përfitimit të jashtëzakonshëm pikërisht për këtë gjë të Edi Ramës. Se deri kur do vazhdojnë këto gjëra, nuk e di, po tash po bëhen të dy të barazvlefshëm. Ai duke shtyr për mi vendin e tij, duke e kthyer vendin në një plehurin të jashtëzakonshme, duke thënë haptas për ditë që unë jam një vrasës, jam një kriminal kërkoj gjak, dhe ky tjetri duke ndërtuar fjali të stërzgjatura që sot ja vjesin edhe Fatos Nanos, del aty në podcast
podcast edhe flet që shiko edhe Fatosnano po t'ishte gjallë do ishte mërzitur me stërzjatet e zërit ti. Stërzjatja e menimeve ti edhe të zërit ti, vetëm kur është nervoz, flet normal. Në momentin që e ka kaluar një krizë nervozizmi, jo vetëm të mërzit, po të bën të humbësh edhe shpresën më të vogël të mundshme të këtij vendi, sepse ndonjëherë mund të ketë qetësi. Nuk mund të jetohet më duke pasur kushtet e një pushtetit sotëm, sepse është Berisha atje. Berisha është një kriminal i luajtur mendsh. Është një njeri i cili shkon e bëhet akoma më i smur. Edhe ata që e ndjekin pas janë edhe më derbeder edhe më kriminal se sa Sali Berisha. As kam dyshimin më të vogël. Njerëz që shohin çfaqen që jep ai, dhe që e dinë se ku është edhe mbështetet familja Berisha. Mjafton të shohin zenin e mamit dhe kuptojnë se ku mbështetet, në çfarë njerëzish mbështetet, dhe që i shkojnë mbrapa Berishës, dhe që pranojnë që mund të jenë dhe agresor, mund të vrasin edhe kryeministit e Shqipërisë. Edhe kryeministi i Shqipërisë përfiton nga kjo punë, sepse rrin pushtet ai bashkë me partinë e tij. Po ky është vendi më i shëmtuar që mund të ketë ndonjëherë, jo vetëm Europa, po edhe Ballkani, po edhe bota. Të rish me këtë lloj tarikati njerëzish, që të mbajnë njëri tjetrin në pushtet në këtë lloj forme, është marrëzie e jashtëzakonshme. Dakord, miqtë mi, kështu ishte puna e njerit Ayetullah që u bë martir Khamenein, dhe Ayetullah tjetër që akoma vazhdon të bëj keq vendit ti dhe popullit ti, që është Ayetullah Berisha. Për fat të keq, ky lloj Ayetullah, që është ideologjik edhe ky, absolutisht ideologjik. Nga një folk bolshevik i dikushëm i kthyer në Ayetullah sot, një teokratik i jashtëzakonshëm, që tolerohet nga majoranca e sotme nga Edi Rama.